Atëherë pyetja jam është, po të flas me iniciale A dhe B, jemi çift, të martuar prej 14 vjet, 3 fëmijë, 3 djem. Dëshira e madhe është për një vajzë. Wow, Po shumë e madhe kur tham familjare. mashallah. Pyetja e dytë është, a do të kemi rritje në financa, a do të vazhdojmë kështu? Vetëm një pyetje. Po, u kry. Po. E para më me rëndësi. Domethënë për çik. Po. Të kisha pa me foto, edhe të kisha pas pak më të qartë kështu çu dukeni më lidh me energjitë të juaj direkt drejt për drejtë. Atëherë besoj se kisha pa isha ka më i saktë, dhe nuk po ndi vetëm bash sigurt. Nëse do më mirë se s'po du me të hinë hak me tonë, po, e tani del jo, kështu që nëse do në atë pyetjen e dytë për financa, besoj që ato nashta nuk kam atë, se ndi vetën keq me të dhënë një përgjigje të keqe. Unë është vazhdu për atë dytën, s'ka lidhje. Problemi është që kam përfunduar studime krejt, por nuk po kam vullnet për punë. Edhe me financa do me thonë kuptuat kur puna veç njëri prej çiftit, nuk qëndrojmë shumë mirë, për ata është pyetja e dytë. Jo dytë nuk I keni muhabetet e mira? Punon bashkëshorti, shkojmë shumë mirë me zveti, po vetëm ai punon edhe 3 fëmijë financa do me thonë janë normalit e mesatari aty dy po. Aty në shëndrim të financave ose të punës, si do heshti në punë diçka me 2 po mdel aty, mundet me qenë që tash në shkurt, mundet me qenë me datën 2, mundet me qenë në 2 vite, nuk jam të inici, se 2 vite janë ka gjasi do me thonë gjata. Po diçka me 2 po mdel aty, që mundet me shëndru diçka me ekonominë, që ose I pate qatë pyetjen. Po, pyetja është kështu.